Në prag të kthimit të mërgjimtarëve në vendlindje, Gostivari pritet të përballet me rritje të ndjeshme të qarkullimit dhe frekuentimit të rrugëve. Kjo situatë ka rikthyer në fokus sfidat e menaxhimit të trafikut dhe sigurisë publike, të cilat u diskutuan sot në mbledhjen e Këshillit Lokal për Preventiv në komunën e Gostivarit. Kryetari i komunës Valbon Limani tha se tashmë ju është bërë apel shkollave që të hapin oborret e tyre për të siguruar parking falas për mërgjimtarët dhe jo vetëm. Ai u bëri thirrje qytetarëve që gjatë kësaj periudhe të mos i përdorin veturat në qoftë se nuk është e domosdoshme. Ashtu siç e dim, gjatë muajit korrik rritet fluksi edhe i automjeteve dhe i njerëzve, edhe me atë normal rriten edhe telashet të cilat i kemi në komunikacion, dhe jo vetëm në komunikacion, por të gjithë të cilat kanë të bëjnë me rritjen e numrit të banorëve në atë periudhë. Ashtu siç kemi bërë çdo vit, edhe këtë vit, sa i përket parkimit, të gjithë shkollat do të jenë të hapura dhe vende publike ku kemi mundësi do të jenë të hapura për parkim falas, jo vetëm për mërgjimtarët, në përgjithësi për qytetarët tanë. Tani për tani kemi në dispozicion një marimang të ndërmarrjes publike, parkingjet dhe gjelbrimi, e cila besoj është në bashkëpunim dhe në koordinim edhe me sektorin e punëve të brendshme dhe me stacionin policor. Por padyshim që do të kemi sfida gjatë muajve të verës, ashtu siç ka qenë edhe vitet tjera, po gjithë së bashku me një bashkëpunim të mirëfillt, besoj se do ja dalim edhe këtë verë. Komandanti i Departamentit të Punëve të Brendshme në Gostivar, Adil Ademi, tha se policia tashmë është gati për t'i pritur mërgjimtarët, ndërsa për të evituar kaosin në komunikacion do të rritet prezenca policore në terren. Se i përket turizmit veror i cili na pret në qytetin e Gostivarit, duke patur parasysh se do na rritet numri i fluksit edhe veturave, edhe njerëzive, edhe kurrëveçarëve që po na vinë. Ne si Ministri e Punëve të Brendshme në Gostivar kemi paraparë disa plane të cilët i preferojmë çdo verë të bëjmë në bashkëpunim edhe me stacionet më të vogla tjera që janë nën kontrollin e stacionit të Gostivarit. Mendimi jonë është që të mirëpriten kurrëveçarët që të bëhet një pushim, të ndjejnë veten tamam siç janë në vendin e vetë, jo siç i thirrim na të jashtëm atje, të jashtëm këtu. Mundohemi bëjmë maksimumin me plane shumë serioze, me resurse të parapara në çdo pikë. Janë diku mbi 9 pika, 10 pika që do të ketë 24 orë policë që mos ketë bllokim të rrugëve nga makinat, që mos ketë prishje treni dhe qetësisë, që mos na ndodhin problemet që mund të na ndodhin. Na si Ministri e Punëve të Brendshme i kemi paraparë të gjitha masat që plani veror i përfshin, dhe ai plan më është i përmbyllut dhe presim, jemi të gatshëm me vetura dhe me resurse, kemi pak probleme. Mirë po, kemi kërkuar nga Ministria e Punëve të Brendshme në Shkup që të na del krah të sjell ndihmë nga stacionet ku përfshihen më pak me këtë lloj problematike që e kemi na në qytetin e Gostivarit. I pyetur nga kryetari Limani për hapa që do ndërmerren në pikën kritike në Zdunjë, e cila shpesh krijon kolona të gjata, Ademi tha se është përgatitur plan i veçantë për menaxhimin e trafikut, ku komunikacioni do të rregullohet me policë në vend të semaforëve. Sa i përket udhëkriqit që potencohet ju tani, edhe sa i përket problematikës e cila në ndodhi vitin e kaluar, këtë vit kemi plan të veçantë për të njëjtin udhëkriq, i cili do të funksionoj në periudhat kur do jetë fundjava, do funksionoj me policë statik i cili do rregulloj komunikacionin, jo me semaforët, sepse semaforët krijojnë kolona shumë të mëdha, duke marrë parasysh kapacitetin e asaj rruge, të kushtet të cilat nuk mund t'i ndryshojmë na, po duhet përballemi me ata që janë. E jona është të gjejmë një mënyrë që mos sjellim pak knarësi as tek fshatarët e fshatit Zdunjë, e as ata që janë kalimtarë të momentit në atë rrugë. Ndërkaq, prokurori Azbi Seni foli për pasojat ligjore që vinë në shprehje, për drejtim të pakujdesshëm, duke theksuar se rastet të tilla janë të shpeshta gjatë periudhës verore dhe shpesh sjellin pasoja serioze.
Edhe po që se nuk ndodhën ndeshje komunikacioni, ndërsa drejtoni automjetin me të paktën 1.5 promil alkool në gjak. Keni bërë vepër penale, pavarësisht se nuk keni shkaktuar ndeshje komunikacioni. Drejtimi në ndikimin e drogave, substancave psikotrope ose prekursoreve. Në qoftë se polici u kërkon t'i nënshtrojnë një analizë dhe dilni pozitiv në këto substanca, atëherë keni kry një vepër penale të nenit 297A, pavarësisht se nuk kemi ndeshje. Kjo që është më rëndësi për qytetarët dhe që është më shpejt, drejtimi me shpejtësi që të i kalon kufirin e lejuar me të paktën 50 km/h në vendbanime ose 70 km jashtë vendbanimit. Në me thënë, në qoftë se të i kalohet kjo shpejtësi, me automatizëm e kemi kryerjen e kësaj vepre penale dhe njeriu do të ballafaqohet me represionin e shtetit. Nga policia u theksua gjithashtu se janë të gatshëm të sigurojnë të gjitha aktivitetet dhe organizimet verore për të rinj që zhvillojnë në qytet, me qëllim që ata të argëtohen në mënyrë të sigurt dhe pa probleme.